dy divizionet të ushtrisë serbe duke kaluar një pjesë nga qafa e Prushit në drejtim të Urës së Vezirit edhe nga Puka për më ardhë dolën mjet. Një pjesë tjetër po nga Prizreni në për Kuks përsëri thash nga qafa tonë sipër, qafa e Thirrës, qafa e Kumllës bili quhet ajo. Nga qafa e Kumllës, ku është tuneli i sotëm, edhe u fut në për Mirdit, edhe pastaj kaloi në Zadrim. Në Zadrim edhe Mirdita i lejuan kalim. Forcat ushtrime nuk ishin të organizuar, apo s'deshin të ballafaqohen, kishin edhe ndonjë marrëveshje. Kjo luftë konsiderohej për disa vetëm si luftë kundër Turqisë, po kjo luftë bërbëj për Shqipërinë, kundër Shqipërisë. Madje ka edhe një moment kur e shifte se nuk i hesin punët edhe përpiqeshin t'i bëjnë atentat Hasan Mirza, si i kanë bërë shumë atentate Hasan Mirza pashtë. I kanë bërë shumë atentate, sepse nuk durohej, nuk mund të përballohej në ditë në ngjemimin e topave, të shrapnelave, ku përshkatroheshin në temel, sidomos lagjet mështimane, e thotë të gjitha. Kjo luftë kishte edhe karakter fetar. Kemi sulmi drejt Shkodrës, përveç malazezëve kanë marrë pjesë edhe malësorët, të cilët për herë të vërtetës ishin 2 vjet që kishin luftuar kundër turqëve. Dhe malazezin e shifshin si një aleat kundër perandorisë osmane. Problemi kryesor ishte se si të futeshin në fakt edhe një pjesë e malësorëve në luftë me malaziesit. Janë bërë shumë biseda dhe historianë të ndryshëm, por edhe në analet e Zambaurit, konsullit austriak, Hortensis shoqes tij, thuhet qartë që janë bërë shumë biseda dhe edhe në rastin për t'i bërë së bashku shqiptarët. Mirë po malësorët që kishin marrë pjesë në luftën në Kërëngjitit e vitit 1911-1912, ishin tërësisht pararoja e ushtrisë malezi. Ata shërbyen si pararoje, nuk kanë qenë pak, për kanë qenë 10-11.000 veta, thotë Dorhami. Forcat që luftun për Malezi, me amorë Shkodrën, me amorë Turqisë. Turqia e kishte të humbur Shqipërinë e Shkodrën e gjitha. Malësorët u gjetën ngushtë kur Malezi sulmoi Shkodrën. Një pjesë e tyre kishte kohë që ishin shtrëhuar në Maltezi, pas ekspeditave ndëshkimore të Shefqet Turgut Pashës. Shumica prej tyre dhe sigurisht edhe një pjesë e mirë e klerit katolik e shihnin perandorinë osmane si armikun më të parë, shekulluar, fetar, kulturor, politik. Andaj të zënë mes dy zjarrësh një pjesë e mirë e tyre çndroi pasive. Një pjesë tjetër, jo dha që vogël, u rreshtuan në krah të malazezëve kundër mbrojtësve të Shkodrës. Para se të fillonte lufta në Shkodër u morën masat e të grumbulluar edhe një numër i madh rezervistësh. Në këtë kohë në Shkodër, komandanti i xhandarmerisë ishte Esat Pash Topdani, i cili kishte një përvojë të kahershme në ballafaqimet luftarake, edhe si komandant xhandarmerie, shumë vjet ka qenë komandant xhandarmerie në vilajetin e Janinës. Pastaj u largua atje dhe e prunë në Shkodër, dhe u bë komandant i xhandarmerisë. Dhe duke parë aftësitë e tij dhe lidhjet që kishte, ky u ngarku me detyrën që të mbledhë forca rezerviste, redife që i thoshin turqisht. Forcat redife ose rezerviste. Edhe ky mblodhi një numër të madh rezervistësh, është Tiranës. Janë toptanët e Tiranës. Ky mblodhi një numër të madh rezervistësh, 10.000 në zonën e Tiranës, Qijakut, të Kavajës, të fshatrave të Tiranës, të Krunjës. Dhe çoi fjalë që të marrë forca edhe nga Dibra. Edhe me këta forca u nis në drejtim të Shkodrës. Për të mbritur në Shkodër duhet të kalonte nëpër bregun e Matës, aty i dolën prit për ta penguar Gjeto Coku.
ky Det Zoku, Deta dhe Gjetoja, dy vëllezër. Zona e Bregut Matës është e banuar nga malësorët e Kelmentit. I kanë pasi vende ku kalonin dimrin ata me baktit e tyre, veresin gjitin në bjeshk, dimrit i çonin në vërrinj, në zonën e Bregut Matës. Edhe këto i dolën për t'i penguar, për të mos i luar të vinin Shkodrën. Esati e lajmëroi duke i thënë se duhet të zbatosh një marrëveshje që kemi me Turqinë, sepse ne jemi sot një vend që kemi autonomi. Po ai nuk deshte të dinte nga kjo, sepse indikuar edhe nga lidhjet e hershme, aq më tepër edhe bënin punën e vete edhe ata ndikimet fetare e pengoi. Po ky atëherë e shau me forcat edhe erdhi në Shkodër.